Dashur miq, nis turneu memorial i karates Zahir Pajaziti dhe në linjë direkte kemi kolegën ton Ganimete Baliu Kurtisha, e cila do të realizojë intervistën me Valon Halimi, klub i karates luftëtari në Prishtinë. Dhe tashmë Gane ne kemi në linjë. Mirëmëngjesi Gane. Brikina, mirëmëngjesi për ty në studio dhe për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. Po ashtu siç e the, sot do të mbahet turneu i 13 memorial i karates Zahir Pajaziti. Kam të ftuar Valon Halimi nga klubi i karates luftëtari, me cilin do të flasim më gjerësisht rreth këtij turneu. Zotri Halimi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit. Këtë vit po mbahet edicioni 13. Ka qenë vështirë organizimi i këtij edicioni? Po, edhe këtë vit do thonë është turneu 13 memorial në emër të heroit tonë Zahir Pajaziti, që organizojmë ne si klubi i karates luftëtari. Nuk është as pak e lehtë tuk e po vështësi, tuk e po argjimet, po fol donatorëve tonë nga Zvica, ekstra montazhet, fol disa donatorë të tjerë ka Kosova, si është Tim Meti SHPK dhe Uji i Alpeve, na dhe fol komunës Prishtinës dhe Federata Karates Kosovë, që na arrita mojmë këtë turneu memorial në emër të heroit tonë Zahir Pajaziti. Turneu fillon nga ora 10. Flasim pak për mbajtjen e tina, çfarë grup mosha, çfarë kategori, nga cilat vende kemi pjesëmarrës. Po, turneu do të fillon në ora 10, edhe do të përfundon diku në ora 18. Kemi dikon 420 paraqitjet në këtë gallë. Janë gjitha grupmosha, nga grupmosha 7 vjeç deri te ato të seniorët. Janë 49 klube nga shtetet Kosovë, Maqedoni, Mallzi dhe Shqipëri. Është një ditë shumë e ngjeshur, do të arrini të gjitha ti përfundoni sot gjatë ditës? Po, besoj që kur i bëjmë të gjitha përgatitjet me kohë dhe me plan, do thonë edhe turneu fillon me kohë, edhe besoj që gjatë ditës nuk do të ketë pengesa në realizimin e gallës, besoj që gjithçka do të shkon mirë dhe do të ecë mirë deri në fund. Besoj që kjo pjesë tashmë me qenë se është edicioni 13 për juve është edhe përvoja në këtë fushë. Çfarë do të ndalemi pak te karateja si klub? Flasim për karaten sot në vendin tonë, se si po gjendet. Karateja sot në Kosovë është mjaft mirë, ka po flas përgjithësinë si Kosovë, do të kemi garu shumë mirë, që ka medalista si Kosovë jashtë vendit, edhe po brenda vendit. Ka garu, për shembull, ka janë dikon përmi 40 klube, afër 50 klube në Kosovë, ka talentat mirë nga grupmosha të 7 vjeç të rritur, dhe mirë, pja dalëm edhe mirë, dhe me nëzonë sa nuk është të keq. Në turneu do të ketë pjesëmarrës edhe nga rajoni, po bashkëpunimi me vendet e rajonit në karate? Ne kemi bashkëpunim, sidomos me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut, kemi bashkëpunim edhe në turnier që na shkojmë në turnier tyna dhe ata vinë në turnier tona, por kemi bashkëpunim edhe me referat, domethënë edhe referat gjestov, sa shkojmë na ju ndihmojmë vendet në rajon, vinë edhe ata na ndihmojnë neve gjatë referimit, se edhe referimi është një numër i madh që do të me do meqet në këtë turneu. Ne po i shohim që vetë po bëjmë përgatitjet e fundit, sepse nga ora 10 do të filloj, po e the që duhen edhe përndarje, por edhe gjyqtarët, edhe kjo pjesë është e vështirë me. Ja, zakonisht secili i kemi detyrat tona, për shembull është kryetari edhe ferë që i fton referat, është komisioneri që i bën shurtën, i bën këto përgatitjet në federatë që ai takon federatës, kurse na klubi e bën organizimin e sallës, ndërhyrjen e sallës edhe përgatitjen e sallës që në ora 10 me kohë gjithçka në rregull. Kur i kemi detyrat të ndonë secili, besoj që tani edhe më lehtë kemi edhe me menaxhu edhe gallën. Grup mosha të ndryshme, po gjinit janë vetëm meshkuj apo ka edhe vajza? Ja, grup mosha kemi edhe femna dhe meshkuj, duke nisur për 7 vjeçë, edhe të rritur. Është një numër si me sa do të dikon 70% e meshkuj, 30% deri 35% mund me kon femna në këtë turneu. Ka qenë thirrja e hapur më herët, si bëhet përzgjedhja kush mundet me marr pjesë në turneu? Po, kon e hapur, do të përzgjedhja njoftimi nga klubi karates luftëtari, po javën e fundit do të ka bën njoftimin edhe Federata Karates Kosovës, që ka njoftuar të gjitha klubet Kosovës, edhe klubet në rajon, të gjithë klubet shqiptare sot i ato bukëtore e presim me padurim fillimin e gallës. Valon, duke organizuar vit pas viti, ka rritje të interesimit për pjesëmarrje apo ka rënje ose aty? Si vjet është tash me vitin e kaluar, si vjet rritja më e madhe në turnierin tonë, si vjet vitin e kaluar kanë qenë më pak, diku 335 paraqitje, kurse si vjet kemi 420 paraqitje. Vjen besoj që çdo vit kena më shkuar të rrit turnierin dhe më bësa më së vek turnierin tonë.
Kur organizon turnere të tilla, të cilat janë memoriale në kujtim si këtë rast që kemi të Zahir Pajazitit, është një përgjegjësi shtesë për juve të organizoni? Me të vërtetë është shumë një përgjegjësi e madhe, se nuk është lehtë me organizu një turner, e nuk është lehtë me organizu turner si namën të Zahir Pajazitit, ose marrë që federata ka me mojë turnin Adem Jashot, o një përgjegjësi, po është një ndërë, edhe një kënaqësi për mua që unë e kam arrit me mojtë këtë turnim, me stafin tonë, me kryetarën e klubit, Nexhmi Hoxha dhe me gjithë anëtarët e kryesisë klubit, jemi shumë të lumtur që kemi arrit me mojtë këtë turnim sepse qëllimi jonë është që mos me hup imazhi i luftëtarëve tonë të QK-s, mos me hup gjaku i dëshmorëve, po dhe fëmijët tonë dhe nia jonë me kujtu gjithmonë edhe me ditë për çka i të mojtë këtë turnim, për çka ka bërë njëri ose çdo dëshmor i klumbit tonë për Kosovën, për vend që jemi na sot lidhë. Në turnire të tilla ndodh që edhe vetë sportistët të kenë performanca më të mira kur e dinë se çfarë bart ky. Po, me të vërtetë po. Shpejt. E di më kënaqësi ka shumë garues që pyesin për shembull pse për turnire çfarë domethënë ka dhe na ajo tregojnë. Për shembull është në radhë kur shkojmë Vlorë, edhe ka ndonë atë mi që kanë pyet për turnirin Vlorë pse mot këtë turnim namët ku na të mod, ku ja ka zënë për çka ka po Vlora për shembull Ismail Smoli, Zaboletin që kanë gjithë amun Vlora do të është një kënaqësi për ta, edhe po turniret tona që mojmë Zahir Pajazit, Adem Jashot këtë turnire që rezultore, ku t'ja shpjegojmë është një kënaqësi e madhe edhe tani edhe në zonat e përjetojmë pak më gëzuar kur të marrin medalën namën të herojit tonë. Çmimet që do ndahen, me qenë se tash edhe i kemi në Prapavi, janë disa nga kupat, nëse mundesh me. Çmimet tash i kemi na përpos që mojmë turnin individual nga garues, i kemi edhe grup moshat, kadet, junior dhe senior, është grup mosha Open, ku aty ka mundesh të gjithë për shembull të senior ka mundesh gjithë senior me zveti, edhe kush të merren e po domthonë shpërblim me një kup edhe me një çek të holla. Nga klubi janë pjesëmarrës në të gjitha këto garë? Në gjitha thyet shqiptare domthonë kategoritë. Po. Jo, pas gjithave që janë dikon 23 garues nga klubi jo që mojnë pjesë. Të merrni çmime? Pritet. Këtë tash të shoh. Valon, jemi në fund nëse kemë shtu diçka për fond për shikuesit që po na ndjekin në RTK Mirëmëngjesi Kosovë. Faleminderit juve, mas pashim. Faleminderit të gjithë prindit, familjarët të gjithë që kanë kontribuar për fëmijët e tyre, që nuk hezitojnë kur në klube, edhe mendoj juve që duhen e sport në karate, po mendoj që sport i karates është një më i miri për garues tonë, për fëmijët tonë të merren me sport, edhe të ushtrojnë, edhe të punojnë, se vetëm karateja është ajo që mundet me dhon frymë, shëndet, edhe disiplinë fëmijëve tanë. Është e hapur, mundet çdo kush të vijë të ta ndjek nga afër turnin? Është e hapur, vjen edhe domthonë është shikues, është e hapur familjar, po me fëmijë, është e hapur gjithë. Faleminderit shumë, uroj që të shkojë gjithçka mbar. Faleminderit edhe juve shumë, faleminderit shumë. Rikena, kjo ishte e gjitha pra këtu nga Pallati i Rinisë, ku sot do të mbahet turniu i 13 memorial i karates Zahir Pajaziti. Pra gjithë ata qytetarë të cilët ndoshta nuk kanë ndonjë ide se si të kalojnë sot këtë diele me shi, mund ta bëjnë këtu në Pallatin e Rinisë duke ndjekur nga afër të gjitha garat që do të zhvillohen. Kjo ishte e gjitha, kaloj linjën për ty në studio. Faleminderit shumë për këtë intervistë që solle në këtë program mëngjesit.